e gati mja fillu 2026 me top 5 këshillat më të mira për ty, e 5-ta ka shumë rëndësi. 1. Ushtro 3-4 herë në javë. Mjafton, sa për fillim. Konsistenca është çelësi. 2. Regjimi ushqimor ka shumë rëndësi, kështu që duhesh me pas këtë sen parasysh. 3. Mos i neglizho ushtrimet bazike. Asnjëherë, fillo gjithmonë me ushtrimet bazike. 4. Rikuperimi ka shumë rëndësi. Nuk është e thonë ti me ushtru çdo ditë. Ushtro 2 ditë po, 1 ditë jo. E 5-ta, edhe më e rëndësishmja, është se ti vendos synime reale. Targetoja vetës një synim në mënyrë një afati 3 mujosh, 6 mujosh dhe 1 vjeçar. Asnjëherë mos e krahaso veten me progresin e dikujt tjetër. Gjithmonë bë progres me veten tënde. Shqyrtoje dhe analizoje veten. Mbaj shënim të progresit tënd. Bëj foto vetes. Mbaj shënim të kilogramëve. Mbaj shënim të regjimit ushqimor. Mos vendos synime të mëdha, për shembull mi humb 20 kg në një periudhë 1 mujoshe. Vendos synime të vogla, por që bëjnë qëllime të mëdha. E nëse ti ki problem edhe nuk din se si t'i arrish këto rezultate, atëherë më kontakto mua. Se kesh t'ju harru. Oferta e janarit është duke ardhur, kështu që për me marrë më shumë risi, mos haro të më ndiqesh.